O hoxh, vafsh thot në djallë. Me besimin në Allahun e lartësuar, me zbatimin e urdhrave të Zotit gjithësisë, insha Allah në xhennet. Insha Allah me Muhammedin a.s. në xhennet. Kemi premtim prej të madhit Zot. Kemi premtim prej Muhammedit a.s. Kush beson, kush bën vepra të mira, do të shpërblehet me xhennet. Kështu që unë të ftoj edhe ty të besosh Allahun e lartësuar një të vetëm. Kush thot shahadetin me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem, hyn xhennet. Shahadeti është ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Thuaje këtë fjalë me bindje të plot se ka xhennet, se ka xhehenem, se ka botë tjetër dhe fiton xhennetin. Unë e lut Allahun e lartësuar që të udhëzoj dhe të drejtoj.